Të dashur miq, përshëndetje. Po takohemi sot për të bërë një mëngjes shumë të shijshëm edhe shumë interesant. Unë e kam pa para një kohe Ola në këtu në emision e pa të bo një recet, një sendviq i ngratë me vezë. Edhe unë e diçka të ngjajshëm e kam, po një tjetër verzion i sendviqit të ngratë me vezë. Është sendviq i cili në fakt është buk me vezë, ajo buka me vezë që na ka shoqëruar gjithmonë në mëngjeset e fëmijërisë sonë, e besa edhe vajza ime në kopsht është në menut kopshtit saj. Kështu që unë sot e kam një verzion, do thot, të sendviqit Olës edhe të bukës me vezë të kopshtit Junës, kombinim sendviqi ideës. I marrim 2 copa bukë, 1 copë djath kaçkavall, 1 copë unë kam përzgjedh përshut pule të tymosur. E në gjymë, që kish me thonë gjyshja jeme ndjes pas në gjyje në unë, në vo, edhe fërgaje. Pra miq të dashur, kjo është një ide shumë e mirë, e shijshme me plot proteina për mëngjes, të cilën unë shumë shpesh ja përgatis vajzave të mia, por me që jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, ju që agjeroni, është një ide shumë e mirë për syfër, pikërisht për atë që e përmenda edhe më herët, për shkak se është full me proteina dhe me vlera ushqyese që do t'ju mbaj të ngopur për gjatë. E madje mundeni me përgatit edhe më herët edhe me lanë në frigorifer. Për shembull, unë këtu i kam mbështjellëset e finos, këtu e kam që foljen e aluminit, cilën në shtëpi, sidomos mas jo mbonon, më ka shpëtu për shkak të ushqimeve që i ruaj për disa orë. Kështu e mbështjellni edhe nuk ja bani gajden në frigorifer, që unë edhe ashtu nuk njina për mbështjellje të mira, po paktën fino e kryn funksionin e vetë. Mundeni kështu për syfër, mundeni kështu për menjëherë. E unë po ju dëshiroj një të diel të këndshme si gjithmonë.